Ali ibn Musa Riza, paqja qoftë mbi të, që dërguar nga Memuni në Horasan, duke pranuar kushtet e veçanta të vilajetit të Memunit. Në këtë kohë, edhe vëllai i tij, Zeidunar, ishte në Horasan. Për shkak të kryengritjes që kishte ndezur në Medine, Zeidi shikoi me sy shumë të keq nga ana e Memunit. Por, me që politika e Memunit ishte që të ruante marrëdhëniet e mira të ndërsjellta me Imam Rizain, nuk ja kishte burgosur avrar të vëllan. Një ditë, ishin mbledhur në kuvent shumë njerëz dhe Imam Rizai po u fliste atyre. Nga ana tjetër, Zeidi kishte mbledhur për vete një turm njerëzish e po u fliste për virtytet e familjes së profetit. Nga ana tjetër, Zeidi kishte mbledhur për vete një turm njerëzish e po u fliste për virtytet e familjes së profetit, për evliat dhe për një pozitën e tyre shumë të veçantë duke përsëritur. Neve jemi kështu, ne jemi ashtu. Imam Rizai i dëgjoi fjalët që po thoshte Zeidi. E pa një herë shtrëmbër dhe i thirri: Zeid, të gjithë njerëzit, dhe Zeidi u kthyen nga imami. O Zeid, vijoi imami, edhe ti i ke besuar fjalët e dy qangjive të Kufës, dhe tani po u thua njerëzve. Që janë këto fjalë që thua? Ajo që ti ke dëgjuar, që Zoti i ka shpëtuar nga zjarri bijtë e Fatimes, e ka pasur qëllimin për fëmijët e lindur nga vetë Fatimia, Hasani, Huseini dhe dy motrat e tyre. Nëse çështja qëndron ashtu siç thua ti, që pasardhësit e Fatimes kanë pozitë të veçantë dhe sido që të jenë ata, janë të shpëtuar dhe të lumtur, i bie që ti të jesh më pranë Zotit se ytat, Musa ibn Gjaferi. Mirë po, ai e ka zbatuar urdhrin e Zotit, kurse ti e kundërshton, dhe sipas asaj që thua ti, del që të dy jemi të shpëtuar dhe të lumtur. Por nuk është kështu. Humbja është me ty, sepse Musa ibn Gjaferi bëri vepra të mira dhe u lumturua, ndërsa ti nuk ke punuar e as vuajtur. Pra, si ke fituar? Ali ibn Husein Zeinul Abidini thoshte: punët tona të mira të ehli bejtit të profetit llogariten dy fish, por po ashtu dhe punët e keqia llogariten dy fish. Ashtu, siç e ka shpjeguar edhe Kurani për gratë e profetit. Kështu, ai ndër ne që bën një punë të mirë, në të vërtetë ai ka bërë dy punë të mira. E para është se ai ka bërë një punë si të gjithë të tjerët, dhe e dyta është se ai ka ruajtur nderin dhe dinjitetin e profetit. Nga ana tjetër, atij që bën gabim, i llogariten dy gabime. I pari është vetë gabimi i bërë dhe i dyti është turpërimi i emrit të profetit. Pastaj, imami u kthye nga Hasan ibn Musa, që ishte nga Iraku, dhe e pyeti: si e lexon populli i Irakut këtë ajet të Kuranit? O Nuh, a nuk është nga familja jote, ai ka bërë punë të keqe? O nipi i profetit, i foli ai. Disa njerëz e lexojnë në mënyrë Ineuh Amelun Gajre Sali, por disa të tjerë, të cilët nuk besojnë që Zoti të ndëshkojë një fëmijë të ndonjë profeti. Për këtë, ata e lexojnë ajetin kështu: Inehu Amelu Gajru Sali, dhe thot se ai nuk ishte prej gjenezës së Nuhut. Zoti atij i kishte thënë: O Nuh, a nuk është prej gjenezës tënde? Nëse do të ishte, unë do ta shpëtoja atë për hatrin tënd. Imami ndërhyri e tha: jo, nuk ka qenë ashtu. Ai ishte djali i vërtet dhe nga gjeneza e Nuhut, por me që ai u bë punë keq dhe ju rebelua rrugës së Zotit, ai e humbi dhe lidhjen shpirtërore me Nuhun. Nuhut i tha: ky biri yt nuk është prej të drejtëve, dhe për këtë ai nuk mund të rreshtohet në mesin e tyre. Edhe çështja e familjes son kështu është. Themeli i punës është lidhja shpirtërore, drejtësia në veprim dhe bindja ndaj urdhrit të Zotit. Ai që e zbaton urdhrin e Zotit është prej nesh, prej ehli bejtit, dhe sikur të mos ketë asnjë lidhje gjaku, fisi e trupi me ne. Dhe kushdo që është mëkatar, nuk është prej nesh, edhe sikur ai të jetë nga pasardhësit e vërtet të Fatimes. Edhe ti që nuk ke asnjë lidhje gjaku me ne, nëse je njeri i drejtë dhe zbatues i fjalës së hakut, Allahut je prej nesh.